çfarë prisni konkretisht? Jap në përgjigje më të fortë Vučićit që Shiko, Vučićit e ka dhënë përgjigjen me kohë, ata s'kan përgjigje të japin tjetër. Vučićit rriur, shikoj punët e tij, shikoj atë shtetin e tij atje dhe mbledh mendjen mos i shkoj mendja se mund të hyjë në Kosovë. Kurti rrezikon nga raporti me Trumpin? Atë nuk I di marrëdhëniet e tyre. Unë di këtë që Kurti po mban akoma një flamur që nuk është shqiptar, që nuk I takon Kosovës, ai flamur. Kosova është shqiptare, popull shqiptar, është mbi 90% janë shqiptar, kështu që ka flamurin e vet, s'ka pse të mbahet flamur. Megjithatë, ata e dinë vet, nuk I hyjnë punët edhe diçka te Kosova. Avokat, besoni që Trumpi mund të bëjë diçka për shqiptarin për trojën në tërësi? Ne kemi folur edhe herë tjera. Trumpi s'ka folur ndonjëherë deri tani. Pra jemi në pritje, ndoshta. Ne shpresojmë. Me që jemi në tani Trumpi nuk është shprehur. Me që jemi në Shtetet e Bashkuara, atje kemi kryeministrin. Deri tani dasma vajti vaj, po ashtu dhe prania e tij. Vizit private është mund të vej ku doj. Ju prisni s'ka lidhje me ai ka vatur si Edi Rama, atje s'ka vatur si kryeministri I Shqipërisë zotëri. Ka tjetër agjendë personale dhe tjetër agjendë zyrtare. Zyrtarisht nuk e një njeri, as qeni ati nuk e një Trumpit, jo Trumpi vetë. Deri tani s'kemi parë takime me zyrtar të Dashit apo të Shtëpisë së Bardhë. As do shohëm. Mund të rrezikoj diçka nga ajo që thot opozita, dosja me Gonigal gjatë qëndrimit atje? Cila opozitë? Vërtet mendon se ke opozitë akoma, mos mazini më në gojë opozitës, se s'ka opozitë, po të them, pra. Si ti referohemi? Këta socialdemokratët e Partisë Demokratike, kështu thuaj, se nuk është opozitë. Opozitë do të ishte kur të kundërshtonte dhe të dilte ballë për ballë problemeve që ka shkaktuar deri tani Edi Rama në ekonomi dhe në marrëdhëniet me botën e qytetëruar, me Amerikën kryesisht. Në këto kushte, opozita nuk ka bërë asnjë hap, s'ka hedhur asnjë hap, nuk ka folur fare, dhe unë nuk pres që të flasi ajo opozitë, sepse është opozita e vlerë. Dhe është opozita ajo që e mban në pushtet Edi Ramën. Kështu që si mund të flasë kundër tij? E para, e dyta, a ka fytyrë kjo opozitë që ta ankohet për zgjedhjet kur kodin zgjedhor e ka bërë po vetë? Me kë flet, me kë tallet? Mbyllybaki tha dje që na duhet një kod I ri, tha, duam një reformë të re zgjedhore. Jo more, sa shpejt u kujtove thuaj Bylybashit. O zoti Bylyk thuaj. Ishe ti që the nuk do merri me atë punë, the para një 5 vjet, në 2017 mos gaboj, bën 8 vjet tani. Ishe ti që e kundërshtove ndryshimin e kodit zgjedhor. Tani do I ta ndryshosh, sepse doni që të justifikoni humbjen se edhe tradhtin që I keni bërë elektoratit të djathtë shqiptar. Jo zotëri, jo. Nuk ka goje, nuk ka fytyrë të dalet të flasi. Zotëri, me që jemi tek opozita, të them ato që duhet të them unë, që mendoj unë për opozitën, dhe pastaj ata dhe të bëjnë çfarë duan. Opozita duhet të largoj urgjentisht kupolën e Partisë Demokratike, ta qëroj nga udhëheqja e Partisë Demokratike, të kërkoj të bëjë një referendum kombëtar si demokrat për të krijuar një komitet, një udhëheqje të re të Partisë Demokratike, të futen të djathtët e vërtet të mirë filt në Partinë Demokratike, të futen pronarët e pronave në Shqipëri që ka grabitur. Sali Berisha me gjithë Edi Ramën bashkë, I ka grabitur. Nuk them kot ka grabitur, sepse është bashkëfajtor Sali Berisha dhe bashkë pjesëmarrës në grabitin e pronave në Shqipëri. Pra, nëse nuk bën këtë Partia Demokratike të lypsen, se nuk duam as opozitën e tyre, as gjë. E dim që kemi një partinë e punës në pushtet, u rikthye prapë,
ju vu dhe emër lindje, i ka të tëra janë komunistët të pushtet zotëri. Nuk ka opozit Shqipëria. Shqipëria është pa opozit. Avokat, me hapjen e kutive, mund t'i ulen mandatet e Ramës? Në dash t'i hapin kutit, në dash t'i mbyllin, ato zgjedhje nuk njihen. Do anullohen dhe do bëhet qeveria teknike dhe do bëhen zgjedhje të reja. Dalim tek pjesa më e rëndësishme me që e preket qeverinë teknike, tek ajo që edhe ju besoni,